kategori pas janë gjitur në kategorinë superiore. Në këto momente do lidhen drejt për sot drejti me sulmuesin e ekipit kampion të kategorisë së parë, Ledio Tresa. Ledio, përshëndetje dhe faleminderit shumë për kohën tuaj. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi, atëherë mund ta cilësojmë një sezon suksesshëm duke marrë parasysh këtu objektivat e klubit, po besoj edhe tuaj personal, fakti që dolët kampioni i kategorisë së parë dhe tashmë ngjiteni edhe në Super League. Besoj një sezon sakrifice, por jeni të lumtur tani apo jo, si do e përshkruaje? Atëherë ky ka qenë një sezon shumë i vështirë, them drejtën, edhe kemi sakrifikuar të gjithë bashkë. Bashkë me klubin edhe lojtarët kemi bërë një bashkëpunim me njëri tjetrin, jemi mundu ta ndihmojmë njëri tjetrin në çdo moment. Edhe në fund besoj vlejti edhe me titullin kampion, edhe jemi shumë gëzuar gjithë që u kthyem superior. Shumë mirë, dhe i keni bërë edhe krenar pjesën e ekipit, por edhe qytetit po ashtu për këtë fakt. Megjithatë, do doja të komentonim edhe ndeshjen e fundit. Ledio që e morët pra fitoren dhe ngritet edhe kupën kampion, por nuk kaloi pa polemika. Çështja e arbitrimit e ka shoqëruar në fakt gjithë këtë sezon edhe në Super League, jo vetëm kategorinë e parë, teksa ndoshta edhe konflikti që ishte aty mes tifozërive, si do e cilësoje? Atëherë po flas për pjesën time dhe të ekipit Laçit, ne ndeshje me Korçën, para ndeshjes jemi ulë dhe kemi diskutuar gjithë si ja dinim rëndësinë e asaj ndeshje, por gjithë jemi futur me mendimin që kjo është një nga ato ndeshje që duhet ta shijosh, të shijosh çdo emocion, sepse janë shumë të rralla. Për më tepër që neve na nevojitej vetëm fitoria që të shpallenim kampion, ndërsa për pjesën e arbitrimit mendoj që nuk është diçka që më takon mua të flas. Kështu që pjesa jonë besoj ishte që të fitonim edhe ja dolëm me sukses. Shumë mirë, në fakt nëse do shikojmë në këtë sezon 7 gola nëse nuk gabojmë, apo jo keni shënuar ju personalisht? Po. Një bilans tepër pozitiv që të ndihmon ty dhe në fakt edhe të shfaqen dhe më shumë në arenën sportive në vendin tonë. Ka pasur në fakt zëra për 2 ekipe. Ledio që kanë shfaqur interes për ty më përpara, por që nuk është konkretizuar në një marrëveshje. Çfarë e ka penguar? Them drejtën, nuk është se jam ulur që diskutoj për diçka përfundimtare. Ka pasur që në merkaton e verës diskutime që unë do lëvizja nga Laçi, po bashkë me klubin vendosëm që qëndronim deri në fund edhe ta ndihmonim Laçin të rikthehej atje ku e meritonte. Po në Super League do ngjitesh ose ke dëshirë ngjitesh si lojtar i Laçit apo ndoshta ndonjë ekipi tjetër sezonin që vjen? Atëherë për momentin unë dua të shijoj edhe këto ditët me Laçin, se është akoma një atmosferë e bukur edhe po festojmë gjithë bashkë me grupin. Por që e kam kohën para që të vendos për të ardhmen time dhe besoj në fund do bëhet ajo që është më e mira. Mundësitë pra janë të hapura, kjo është ideja. Ekziston një mundësi e tillë. Po. Okej, mirë, shumë mirë. Ndërkohë, forma juaj sportive në këto momente? Mendoj se është në rritje. Them drejtën, mendoj se në fillim kampionatit mund të bëja akoma më mirë se që bëra, por e rëndësishme është që po kthehem në ritme të mira. Mrekulli, mirë. Teksa ky sezon pra u përmbyll dhe ku më mirë se sa me fitore dhe me titullin kampion, ndoshta do dohet më veçojnë ndonjë ndeshje më të bukurën, më emocionuesen, ose ku ke pasur ndonjë vështirësi që të ka ngelur në mendje gjatë këtij sezoni? Ndeshjet më të bukura për mua këtë vit kanë qenë ajo kundër Pogradecit në Laç, edhe ajo kundër Skënderbeut në fund që ngritëm trofeun Korç. E para për faktin? Për faktin e rëndësisë ndeshjes, se ishte një ndeshje që mund vulose se kush do ngjitej në Super League dhe kush do vazhdonte për play-offin. Por që ndeshja që mund të them ka qenë pak më me vështirësi për shkak edhe të rëndësishme, ka qenë kundra Pogradecit në Laç. Sepse ishim gjithë si ekipi i Laçit edhe i Pogradecit, ishim shumë përqendruar dhe të motivuar për fitore. Okej, mrekulli. Ndërkohë, nga ekipet që janë tashmë në elitën e futbollit, me aq sa e ke ndjekur, cili nga ekipet pëlqen pak më shumë për mënyrën se si luajnë, ndoshta që përshtatet me ato karakteristikat e tua? Them drejtën, nuk e kam menduar ndonjëherë me detaje se kush ekip mund të më përshtatet, po që ekipi që më pëlqen për lojën që zhvillon është Elbasani, Egnatia, edhe Partizani më ka pëlqyer si ka luajtur këtë sezon. Këto ekipe. Okej,
Mirë, nuk do të marrë më shumë kohë, pasi e shikoj që jeni edhe në udhëtim, por sa i përket objektivave ndoshta pak afatgjatë, një të ardhme pak më të largët, jo dhe shumë të afërt, ku e shikon veten? Je ende 20 vjeç apo jo, por që hapat e tu janë pozitiv. Tani me qef e kemi që të lëvizim në Europë, aty ku duan gjithë futbollistët shqiptarë që shkojnë në nivelet larta, por që kam qef të marr gjërat avash. Nuk du të nxitohem edhe du të jemi kujdesshëm në çdo vendim që do marr për karrierën time. Ne të urojmë shumë suksese dhe të falenderoj shumë për këtë ndërhyrje. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit.